shije, nuk ka ëmbëlsi, nuk ka ngjyra, nuk ka bukuri, është e zyp pa ty Resul Allah. Shumë na mungon Resul Allah. Asalamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Përshëndetje të gjithë juve që në këto momente po na ndiqni në transmetim të drejt për drejt. Ju flasim nga studio në Prishtinë e radios Dituria Islame edhe sonte si çdo emision të martave do të jemi në transmetim të drejt për drejt së bashku në bashkëdrejtim me mua do të jetë profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha, të cilin e përshëndesim me selamu alejkum dhe i dëshirojmë mirëseardhje në program. Aleikum selam wa rahmatullah, moderator. Avni, mirë se e gjojmë. Përshëndes në dëgjuesit dhe shikuesit, vëllezërit tanë dhe moderator në kudo që t'jenë. Faleminderit që edhe sonte në këtë transmetim na je bashkangjitur dhe do të jemi sigurisht së bashku gjatë minutave në vazhdim të këtij programi. Prandaj do të informojmë edhe dëgjuesit që sonte temë diskutimi është Kurani dhe jeta jonë aktuale. Të trajtohet kjo temë në këtë emision të sonte dhe sigurisht edhe dëgjuesit janë të mirëpritur me pyetjet e tyre, pyetjet të cilat do të mund t'i drejtojnë në numrin ton të telefonit plus 383 44 888 698 është numër kontakti nëpërmes Viber, WhatsApp dhe nëpërmes të gjitha rrjeteve të tjera të cilat transmetojnë pra thirrjet telefonike. E ne padyshim gjatë kësaj pjese do të i marrim pyetjet të gjatë kësaj pjese do të dëgjojmë ligjëratën nga doktori i nderuar, ndërsa në vazhdim do të përpiqemi që edhe pyetjet e dëgjuesve në pjesën e dytë t'ju japim hapësirën e nevojshme për t'u lexuar dhe për të tentuar që të marrim edhe përgjigjet nga doktori i nderuar, pra profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha, me të cilin jemi pra çdo të martë. E ne pa humbur kohë, me njëherë do të i kalojmë fjalën doktorit për të nisur kjo ligjëratë e sonte e pastaj kthehemi në pjesën e dytë të programit, të thotë me pyetjet dhe përgjigjet tuaja. Prandaj doktor, pa unë bërkoj, ju kalojmë fjallën juve dhe mund të nisim së bashku këtë transmetim. Rregull, faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma akhrajna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. Gjitha falënderimet, gjitha lavdata i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahut xhelle shanuhu. Salavatet tona, selamet tona, si zakonisht edhe sonte ja dërgojmë zotriut ton, pejgamberit më të mirë. Zotriut të gjithë pejgamberëve, Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij, për gjithë besimtarë që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. I lutëm Allahu xhelle shanuhu më na nxjerr neve nga teri i dyshimit dhe teri i skepticizmave. I lutëm Allahu xhelle shanuhu neve në hap zemrat tona dhe shokëve tanë dhe dëgjuesve tanë. I lutëm Allahu xhelle shanuhu që morali ynë, sjelljet tona të jenë ato sjellje kuranore, ato sjellje që Allahu xhelle shanuhu i pëlqen dhe i pranon. I lutëm Allahu xhelle shanuhu edhe me na dhon sabër, me na dhon durim, me përqendruar në këtë rrugë derisa ta kemi frymën e fundit në këtë jetë. Allahu të përgjigjet lutjeve tona. O vëllezër të ndershëm,
ju përshëndes dhe mirë se vini dhe ju lutemi Allahu xhaleshanuhu që këto tema sferike dhe metodologjike inshallah zonë vend dikuri apo dikush ja sheh hajrin. Padyshim se para se të futemi në detajet e temës, pse bashkë Kur'ani dhe jeta jonë, Kur'ani dhe gradualiteti, Kur'ani ndoshta o avret synin kjo metodologji e imja. Kjo bëhet me qëllim kjo, do të thotë, nuk është pa studiuar. Po ta bëjmë një diagnozë të gjendjes tonë aktuale, çdo aspekt, si zakonisht, e pastaj edhe vim të përgjigjet e duhura. Kjo metodë shpresoj që duhet me metode intelektualëve dhe studentëve, çdo fusha, duhet të diagnozohet çështja, problemi, pyetjet e problemit, dhe pastaj të jepet do të shërimi dhe solucionet. Edhe në fenë islame kështu është. Edhe në fenë islame kështu është. Sidomos me Kur'an, sidomos me këtë libër që Allahu na ka dhëruar neve. Pyetja shtohet sa ka ndikim Kur'ani në jetën tonë. Me fjalë tjera, sa na jemi duke ju përkushtuar Kur'anit në jetën tonë në çdo fushë. Sa na e kemi Kur'anin burim numër 1 për gjitha problemet tona. Sa përqind na i referohemi Kur'anit për mendimet tona, për qëndrimet tona, për sjelljet tona. Të pyetjet sa është Kur'ani prezent sot në mesin e ligjëratave të hoxhallarëve, derset në xhamia të na, në për fakultet, në për fakultete islame, në për medrese. Për me ju përgjigj këtyre pyetjeve normal, saktësisht, zakonisht në për universitete na bëjmë, do të thënë, anketa, në gjuhën arabe i thënë istibjan, apo istiban, pyetësor, po edhe e bëjmë 100 kopje, 200 kopje, i shtrojmë pyetjet dhe printohen dhe u shkepen, do të distribuohen studentave, popullit, xhamatit, dhe pastaj tubohen ato pyetësor, anketat, dhe analizohen dhe në fund jepet del edhe përgjigja, do të thotë aktuale, përgjigja saktë. Me sa e kam kuptu une, me studimet e mia, me analizat e mia personale, me përjetimin tim, me prezencën time, me për derset të ndryshme të shokëve të mi hoxhallarëve, në për ligjëratat të ndryshme, në fakultete islame, anën banë botës për universitete ku kemi ligjëruar, duke filluar nga universitetet e Medinës, Universiteti Islam, Universiteti Taiba, ku komponua atje, ku ligjëruar, Universiteti Islamik në Malezi, Universiteti Islamik në Brunei, Fakulteti Shariatit këtu në Katar, Fakulteti Komunitetit Fakulteti i Komunitetit, do të thonë këtu në 4 fakultete tjera, Fakulteti Ushtarak, tjera. Mundemi me ardhë në përfundim që në fillim Kur'ani ka një prezencë shumë të vogël, do të thonë mesin tonë, jetën tonë. Ka një prezencë, do thotë, jo ashtu sa pritet, apo sa kërkon ky libër, apo sa kërkon Allahu xhaleshanuhu nga ne. Edhe për çet arsye, do thotë, si do t'i përmendim edhe arsye tjera, kur Kur'ani nuk ka është prezent në dersin tonë, ligjëratat tona, mësimet tona, atër pa dyshim edhe bereqeti dhe suksesi ka me qenë më pak. Pse? Sepse je larguar nga burimi, je larguar nga forca, je larguar nga energjia, je larguar nga saktësia,
I largu nga rruga e drejtë, i rrugicave, po, dhe kur largohesh nga siguria, nga forca, nga rruga e drejtë, që ketë këto veti i ka Kurani, pa dyshim se do t'jesh i humbur, do t'jesh do me thënë me pak sukses. Pja nisim ma detalisht. 4 vjet të na përpara, apo tash e kanë më 3 vjet, medreset, trojet tona, edhe në Sarajevo, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, po kryen studenti, një student, për mëson të studion 4 vjet, moshën më të mirë, moshën që është më plot entuziazëm dhe energji shpirtërore dhe psiqike dhe intelektuale, vjen të ri, 4 vjet medresën e fesë, dhe nuk po gjendje arabisht me folë. Kjo nuk falet, ky gabim metodologjik apo ky gabim sistematik nuk u falet kolegëve tanë, shokëve tanë, ka të shkollë speciale, fetare, normal, ka dhe lanë shkencore, mirë po për çka është dedikuar kjo medrese, qëllimi dhe thotë kuadra fetare, me nxerr, po, me përgatit, dhe me qenë ata gjendje dhe thotë minimum me komunikua. Neve kur kemi shku në botën arabe, në Siri, në vitin 1983, para 37 viteve, po, 4 muaj na u ka desht, 4 muaj, po, pastaj me fillu komunikim të rrjedhshëm me arabt e me profesora. Vetëm një gjysmë vjetor. Po, dikush e ka po një vit. Pastaj janë të shua në komunikim. Po kthehemi te na, 4 vite. Tani e kam bërë kanë sakatuar la më shumë 3 vite. Po, e normal kuadrat edhe do dalin dopta. Pastaj shkojnë ata dhe 2 vite në Arabi i bëjnë, në Medine, apo në Azhar, apo në Yemen, në Sudan, po ku po shkojnë? Për me mësua gjuhën arabe me kaluar. Krejt ato rregullorët e gramatikës gjuhës arabe kanë mësu përmend si papagallat, po të shprehen kështu se nuk kam shprehje tjetër. I dinë rregullorët, kjo është rasa po urdhërore, jo rasa, do të thonë, foljore, me ta di unë pak gjuhë shqipe, neve na mungojnë këto gjanat, se ata i kanë kujdis, mirë, po hajde futin praktik sakat. Sakat, do të thonë, handicapun. Po. E për me kuptu Kur'anin, me qenë Kur'ani prezencë, pa gjuhën arabe, kjo doesn't make any sense if në gjuhën angleze. Hiç nuk pinuj. Sepse ti kur nuk e njeh edhe gjuhën e Kur'anit, se si nuk je dhe se si me futa të jetë e mu dashurua me Kur'an. Në kjo në pasoja e parë, shifë në tarin çfarë probleme po bën, pulla e parë e këmishës, hyrja, po vendoset në vend jo të duhur, e pas e tërë pulla djerë që të dalin, fund rezultati jakës dhe del kështu. Kjo është e dëshmune, të thët, dhe njërisht edhe alansht ka vazhdon ashtu. Nuk ka dhe me thonë ndryshim. Nuk ka ndryshim. Dhe që është edhe ma interesante, edhe kur, sa kohë që edhe ne kemi shërbyë, në ka bo nasip Allah gjithë në botën arabe, nuk jenë shërbyë edhe me mendimet tona, me eksperiencën tonë, apo me sugjerimet tona, val, a thëzë ti, qka mendon për këtë qështë? A unë regull të sistem apo jo? Ti tani, po nëzirë magjistra, po nëzirë doktora, po dizertacionet ndrysh po jep notën, komisionet e anë marë botës i qenë dizertacionet për me dhonë mendimet. Kur që jem pyet për këto çështje? S'ka lajla aty. Do shta na nuk jemi ende në atë pozit, mirë po na mungon kjo, na brengos kjo gjithmonë. Shumë shkurt kjo është një problem shumë serioz, që nëse vazhdon kështu, atë përsëri do të vazhdojmë na që 50 vite, si ka ekzistuar medresa apo 60 vite më tepër, apo do dalin hoxhallar jo të aftë për komunikim gjuhën arabe. Kjo çka prodhon? Kjo prodhon tash dobësia në komunikim, prodhon dobësi në kuptimin e Kuranit. Po, leximin e rregulloj. Leximi është në nivel të idikun, është mirë. Nuk është për mu gëzua fort, po mu i me dha me përjashtime,
sepse vetëm që di specializimi, do thot pa egzagerim, shumë në mënyrë modeste, do me thonë në udhëzimi një notën 3, e kanë, notën 3, mirë. Ama shembull, shumë mirë apo shkëlqyshëm, ja në të rastet rradha, po 1-200, se Allah i kabul, inshallah namazet, Allah i kabul. Mirë po problemet është na kemi Kur'ani jetën tonë sa është. Kur s'po kuptohet Kur'ani, pse s'po kuptohet Kur'ani, landët cilat kanë bëjnë me historikun e Kur'anit, me shkaqjet e zbritjes, ajetet Mekas dhe Medinas, tash kjo temë lidhet edhe me temën e kaluar javës që shkoi, gradualitetin e davet, Kur'ani dhe gradualitetin e davet, po ajetet që kanë një kuptim, ajetet që kanë shumë kuptime, stilet e gjuhës arabe, metaforat, po stilet, do më thonë, mrekullit e Kur'anit, sintaksa kuranore, të gjuhën arabe që jetën ilm al-maani, wal-bedi' wal-bayan, el-asalib, el-bayanije, po ajetet që kanë zbrit në Mekë dhe në Medinë, kompilimi i Kur'anit, ajetet që do të thotë është ngrit hukmi nga ata, janë abroguar, po abrogimi i ajeteve do thotë kanë është një shkencë speciale që është në shkencat kuranore. Numrimi i ajeteve, numrimi i surave, e fjalive, vokalizimi i ajeteve, po e tjera, këto gjanat, shkencat kuranore, tefsiri i Kur'anit, interpretimi i Kur'anit, shkalla e parë, surave të shkurtëra, metoda e interpretimit, menahij e tefsir, menahij e mufassirin, metodat e mufassirve klasik dhe aktual, metoda se si do të rregulloret e kuptimit, qawaid e tefsir, rregulloret dhe principet e komentimet të Kur'anit. Nga këto gjanat, shumë pak do të thotë u mësova në studentëve. Mësova betni. Jem shumë real, jo vetëm të na në Kosovë, në Shqipëri, trojet balkanike, po edhe Turqi që shtu, jenë sakat edhe ata, edhe Turqit jenë lëmë, këtë jenë sakat nga arabishtja. E kanë fakultetin e ilahiatit, po edhe në Shqipëri që shtu, edhe në Malzi, edhe në Bosni, këtë e kanë këtë dopsi. Interesant është. Interesant. Po të kishin mendu ata, po të kishin logjiku dhe të kishin konsultu, nuk kishin me pas këtë problem. E problemi ku është? Se jenë larguar nga Kur'ani. Jenë larguar nga qendra, nga epiqendra, jenë larguar nga rruga e drejtë, nga forca. Jenë larguar do të nga buroja që ta mbron gjuhën nga gabimet, prej gabimeve, ta rregullon gjuhën, ta pastron gjuhën arabe, Kur'ani. Ta mëson gramatikën, sintaksën se si me fol arabisht, pastër, se si me lexu pastër, rrjedhshëm, me tajwid, me rregullore. Po kur ta lexon, ato edhe kupton. Po kur ta kupton, ato edhe përjeton. E kur e përjeton, atëra aty arrihet e kënaqësia shpirtërore më e madhe. E kjo mjerisht nuk është prezent. Shqipën tash ti medreseve. Çka thash në medrese shumë shkurt, që është një problem akademik, metodologjik, sistematik, saqë prej librave të gjuhës arabe, prej referencave ku i kanë përpiluar dhe librat e gjuhës arabe, do të thotë që moti edhe ja kom hedh në shiqim, kanë qenë referenca, do të thotë librat të dorëshkrimet apo po si be thonë gjuhën shqipe, ato tekstet shkollore, do më thonë, po, e ka një emër, falni për se s'më kujtohet. Dispensa. Po, nëse s'gaboj, po, referentet e këtyre librave, ku janë përpiluar, janë referenca që s'kan lidhje me shkencën arabishtës. Interesant është. Pastaj po dalin sakat, pa aft në gjuhën arabe. Është mjerisht, shumë është kene dobësie më të. Dhe të burimi kryesor nuk po kuptohet. Hajde tani ku kalem të, qëta hoxhallarët, qëta shokë, qëta studentët tanë, e kanë krye medresën, para herë u kohë, shallën krye, gjyben,
Sarajevo, në Turqi, në Shqipëri, çdo kohë është, hajde imam xhami. Kur po del imam xhami për hajër punësimi, faleminderit, hajde tash te ligjërata. Ligjëratën kur po e nisin, çka po bëjnë ato ligjërata? E nisin ndoshta një ajet, me një përkthim, domethënë bukfal tekstualisht, thjesht dhe shkurt, pastaj edhe ja fillojnë bisedës me mendimet e tyre, dhe thot me komendet e tyre personale, me interpretimet e tyre personale, sa që mbaron edhe dersi gjumas 30 minuta, hutbja gjumas, ligjërata mbaron, ai përmend ky person, ky hoxh, 3-4 ajete është shumë rrallë. E kjo është dobësia më e madhe, pse edhe Kurani nuk po ka influencë në jetën tonë. S'po ka influencë dhe ndikim, mas pari, ti si ligjërues, ti si predikues, ti si profesor, ti si hoxh, ti si hafuz, nuk po ka ti se ti s'të kupton. Edhe kjo është me të vërtetë ligjërata, do thotë vlerësimi i ligjëratave, nivelit diskursit fetar, ku ta shohim të na, është edhe kjo shumë një çështje problematike, që kemi folë disa takime televizive, që këtu dhe këtu duhet bën reforma. Për me folë, personalisht, do shta unë jam më orator se sa ti. Do shta ti je më orator se unë. Mirë kur flasim na me direktiva kuranore, me ajete, dhe me fjalë pejgamberit alayhi salatu wassalam që i komentojnë ato ajete, ty askush nuk mundet me t'i thyej ato mendimet. Mirë ti kur flet me mendimet tua personale, unë mendoj kështu, sikur si që kanë zakon ta anglez dhe amerikan, I think, I believe, unë mendoj, unë besoj, I think, I believe, I think, what do you think? Çka po mendon ti? Pse e ka bagazhin e shterët, ai do të ka me marr material që dikush nuk mundet mja thyej. Pasi që ti mendon çështu, ti beson çështu, ti e sheh çështu, atëherë dhona është ndryshe, edhe kështu fillon konflikti. Dhe kështu Kurani po jet anash e po futëm unë e ti në skenë. A përsheni çfarë lojë e shejtanit, dhe si ka manipuluar rinin ton, predikus ton, hoxhallar ton, me një ajet e krym krejt dersin. E këshillohen një prej vëllezërve ton, ma dërgoj një ligjërat, sa për test, e kish pregatit, e jam shumë serioz, e i ndëgjoj me vëmendje 1 herë, 2 herë, 3 herë, e lipi, të vlerësimin akademik dhe fetar, e prej shumë kritikave, vlerësimeve, pas e që e falenderova, Allah është përbleft, mundë që i ka bo, i të regova, ti në këtë pozit, ti nuk lejo, ti mu fut vetë me mendime tua, se ti e akoma student, akoma i rije ti, akoma ti nuk i ki kalu jetën me Kur'an. Ti radhiti ajetet kuranore, thotë Allahu Gjeleshanu në Kur'an, në surën që kash, thotë në surën, në këtë surë, ajeti që kash, thotë Allahu Gjeleshanu në këtë surë, ajeti që kash, i ki ajetet kuranore, pse bre për i ban telashe vetës, ti me fol, ti në rrëthër rotulle, futun teme, dilpi temes, futun teme, dilpi temes, qysh ka me përfituaj gjemat i Kur'anit kurse ti vetë nuk pja shahajri. Kjo dhe thot shumë pika, dhe thot pika, shkurtëra dhe thot ta dy çështje kryesore, 2 burime, të përgatitjes së kuadrave fetare, burimet kryesore, që unë i kom thonë edhe ju them, fabrika të përgatitjes të xhallarëve, medreset dhe fakultetet, të na kanë probleme. Kanë probleme. Besoni te Allahu xhaleshon. Pse Kur'ani s'po mund me ndiku direkt në jetën tonë. Kur'ani larg jetës. E kurse rrethet e ngushta, në xhami, në medrese, lëndët që ka përgatiten, nuk janë lëndë ndihmuese do të që asistohen nga, do me thonë, për ta kuptuar kanë më mirë. Komentimin e Kur'anit, fjalën e Allahu Gjeleshanuhu, atëherë dalin, do me thonë, gjithmonë edhe kuadra
përzjera nga çdo dituri, nga pak e ka një kulturë përgjithshme të fesë. Ata ka një kulturë përgjithshme të fesë. Atyre lirish mundemi mi thonë, muthaqaf, muslim, muasir. Musliman me një kulturë bashkohore dhe thotë që ka njohuri për çdo se ka pak mirë, po më ardh tashte çështja kryesore e profesionalizmi, domethënë kuptimi real i fesë, aty dhe thotë nuk janë ta. E kjo do thotë është një problem i madh. Kjo është një problem i madh. Tash, pasi që këtë nivel fetar, tash në nivel shoqëror, akademik, domethënë nivel fjalë, sa ka Kurani ndikim jetën tonë? Përsëri, to është një zbrastire madhe, një zbrastire madhe jetën tonë sociale, që Kurani shumë do të pak ka ndikim jetën tonë dinamike. E pasi që këta do të e tregum se Kurani nuk është jetën tonë dinamike, nuk është integruar jetën tonë as në personalitetin tonë si duhet, as në ligjëratat tona, as në kurrikulat tona shkollore dhe po universitare, atëherë pyetja shtohet, pse na do të mos me pas bereqet dhe sukses? Pse na që tempo me shkuë? Pse mos me pas përmirësim? Apo është problemi pse se kemi pejgamberin alayhi salatu selam mesin ton, sikur se sahabët si e kanë pas me pas sukses, se mundet me thonë dikush, e brafuz, ata kanë pas Resulullahin mesin e tyre, sahabët i kanë pas, po, mirë po, për çfarë arsye dhe kanë pas bereqet. Nësët nuk i kemi këta. Përgjigja nuk është kjo. Domethënë, kjo pyetje është me vend, kaku nuk është ky. Mos ekzistimi apo mos prezenca e Resulullahit alayhi salatu wassalam mesin ton nuk është shkak i dështimit ton. Nuk është shkak absolutisht. Pse nuk është shkak? Sepse problemet tona sot, se nuk është integruar Kurani jetën tonë, çdo fush, po, ka ndiku shumë rryma aktuale, që neve me na trullua, apo me na deorientua, me na largua nga rruga e drejtë. Ato sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pse ata do thotë kanë pas një mendim tjetër ndaj Kuranit, kanë pas një qëndrim tjetër ndaj Kuranit, s'kan pas ato kultura dikuese do thotë që kanë ndiku, si në sot çka po kemi kulturën perëndimore, kulturën do thotë globale, jo edhe ata kanë pas. E kanë pas kulturën romake, për rreth që ka ardhur nga Shami, nga Siria, nga Jordania, po e kanë pas kulturën persiane, perse, po që ka qenë dominante perandoria persiane në gadishullim, do thotë arabik. Andaj do thotë, po kultura indiane e ershme tregtira që i kanë zhvilluar, e kineze që kanë pas udhëtime, mirë po i kanë pas. Mirë po megjithatë nuk kanë qenë do të larg ndikimit të kulturave tjera. Se thot dikush, vallahi na sot nuk kemi çare bre, se jeta bashkohore, globalizmi, edhe akreditimi i diplomave, i kurikulave, duhet patjetër me i përzi këta lëndët fetare me lëndët shkencore. Krejtë në rregull ajo, nuk ka problem me përzi. Mirë po, duhet mos me harrohet dhe thot për çka është dedikuar te vizioni dhe misioni dhe vizioni i medreses, apo i fakultetit, apo i universitetit. Këtu duhet na më mundal, pse do thot? Kurani o vllazën, o motra të ndershme, o vllazën të ndershëm, shumë është larg jetës tonë. Sa që nuk ta merr mendja, do shta keni ndëgjuar edhe lajmin që na ka prejkën zemrat tona para 2 ditë në Prizren, ku qohet djali dhe e vret babën dhe nanën e tij, prindet i vret. Bota e vlerave shpirtërore, bota e vlerave morale, si me thonë,
prezenca e vlerave shpirtërore dhe prezenca e vlerave morale, sociale, ka rënë minimum deri që gjendje e vladi mu qu djali me i myt prindërit, me i vrap. Çka është shkaku? Analizat e mia, studimet e mia, shkaku është po largimi nga forca, nga siguria, nga epiqendra, po nga rruga e drejtë, nga Kurani. Kurani nuk është integruar i jetën tonë. Absolutisht. Xhamati nuk kanë faj. Xhamati popullit nuk kanë faj. Faj kanë na kemi, o gjallar, hafëzlar, susat, po predikus të fesë, na kemi, se vetë na nuk jemi mishërua, si jemi mishërua me Kur'anin. Edhe për që të arsye, pasi vetë na si jemi mishërua me Kur'anin, po nuk po qarkollon Kur'ani në damartë e zemrës, në gjakun tonë, në trupin tonë, në kokën tonë, për që të arsye, jena bo dhe na si ata do thëtë, që janë bankroptuar, do thëtë, muflisini, thënë gjuhën arabe. Po, atër, përmendan nga kjo krizë, se përëndimi nga ana teknike, nga ana materiale, o të hecë për para. Na nuk kemi që ka shtyjemi tani për momentin me përëndimin, për me garua ma ata në aspektin teknologjik, apo material, apo industrial. Një gjatë për momentin, na nuk kemi, as nuk janë shenjat, as në Arabi, as në botën islame, o Allah me përjashtime, ta është i shenjat e mira të Turqisë dhe të Malezisë, po që me të madhe janë ka hecin dhe thot me një vizion të ri, aty mundin me më gëzua, po për momentin, na çka mundemi me ofrua përëndimit, çka mundemi dhe thot mu vlerësua dhe mu dallua nga përëndimi, po me vlerat kuranore dhe me vlerat morale dhe shpirtërore. Kjo ju mungon atyre. Çajo val e mungesës e moralit, do të shpirtëror dhe moralit, do më thënë, në përgjithësi, social, familjar, po tash ka filluar dhe me dëpërtum në përmjet të valeve të globalizmit edhe në trojet tona edhe mesin e muslimanëve, sa që na do thot po i përjetojmë edhe këto raste, këto kronikat zeza. Po, dhe po me hapë edhe website-in në faqet e lajmeve kronikat e zeza, trojet tona, më njeriu çmendet tërsisht, prona zot, plaçkitje, mbytje, sulm, po, çmos, çka është, diçka ma keqe që është prezente. E këtu tani, me këtë gjendje, të thot, çka ofron feja islame, çka ofron fjala Allahu Gjeleshanu, çka ofron ky ligji Allahu Gjeleshanu Kur'ani njerëzimit, çka ofron dhe thot një metodologji speciale që na dhe thot duhet më ndal dhe me bën një ndryshim shumë special, mënyrën që si na sillemi me Kur'anin, në mënyrë që Kur'ani me qenë prezent jetën tonë. Ato pika tani, 3 pika do t'i përmendin shkurt dhe me një koment të thotë të vogël, jo të gjallë. E prandaj, për me dal, kjo gjenerat e re, kjo gjenerat e rinit, që me qenë shembull se si Kur'ani ndikon jetën tonë, po duhet me u huazua dhe me marë për mostër gjeneratën e hershme të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjeneratën e sahabeve, po, shokëve të tij, të cilët e kanë përjetuar zbritjen e Kur'anit, i kanë përjetuar ngjarjet të problemet sociale dhe ideologjike dhe morale brenda 23 viteve të historiku i zbritjes së Kur'anit, se si ata do të jenë integruar dhe jenë mishruar me Kur'an. Këtu është ajo mungesa sot që na mungon neve hoxhallarëve, prisave fetar, po profesorëve, që ata sot nuk i kthehen, domethënë, historiku së zbritjes së Kur'anit dhe se si shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sahabët,
e kanë integruar Kur'anin, apo jenë integruar me Kur'anin tërësisht, komplet. Do me thonë, mos prezenca e pejgamberit alayhi salatu vesselam nuk është shkak i dështimit tonë. Se Allahu xhaleshanuhu e ka caktuar dhe pejgamberit alayhi salam një jetë shkurt. E ka kompletu misionin dhe ka shkuar te Allahu xhaleshanuhu, ka vdekë. Dhe misioni i tij duhet të vazhdojë edhe pas Hazreti Muhamedit alayhi salatu vesselam. Sepse misioni islam, misioni wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kemi dërguar për tërë njerëzim, beshiran wa nadhira, rrëgëzues po dhe qortues. Prandaj mos ekzistenca e pejgamberit alayhi salam nuk është shkak i dështimit. Por shkak i dështimit, pse Kur'ani nuk ka ndikim jetën tonë, na jemi sepse nuk jemi të ditë se si të sillemi me këtë Kur'an që Allahu xhaleshanu na ka nderuar dhe na ka shpall. Këtu tani do t'i ofrojmë na disa metoda apo disa pika se si ata shokët e pejgamberit alayhi salatu vesselam janë sjellë. Ata kanë qenë të tëtë një gjenë të cilët i kanë kushtuar rëndësi për kulturën e tyre fetare, për diturinë e tyre fetare, ju ka përmbajt vetëm një burimit. Do me thonë, për një shoqëri fillestare, për studentët, për talebet, ata që ka studiojnë fejen, ata që ka studiojnë do të thotë islami, në fillim, ata që ka janë rishtas të futur në fejen islame, nuk u lejohet aty dhe nuk u preferohet ata me marë informata dhe nga burimet e shumta. Duhet me pas vetëm një burim. Ai burimi është do të thotë burimi i Kur'anit, famlar me gjitha ato do të specifika çka i ka. Se kur don dikush që është i ri në fenë islame, një ideal i ri, një intelektual, një hoxh, një student, po me kuptu islamin, po shkon e kupton dhe lexon pak për sherr islamin, 2-3 hadithe, 2-3 ajete, po pastaj lexon Biblën, pastaj lexon Dhjatën e Re apo Dhjatën e Vjetër, lexon libra tjera marksiste dhe leniniste dhe ideologjinave të ndryshme, po sekulariste, e pastaj ati truni i përzihet që në fillim dhe nuk e ka dhe thot vizionin e pastër dhe qartë ndaj Kur'anit. Atyre në këtë periudhë kohore të edukimit, të përgatitjes, të formimit, të trunit, të ideologjisë, të menhegjit, sistemit, se si me ecë, nuk u lejohet atyre dhe thot me përzi shumë lëndë, po shumë burime, sepse pejgamberi alayhi salatu vesselam është i dhënuar shumë kur e ka pa në dorën e Hazreti Umerit radiallahu anhu, e ka pa një faqe të Tevratit, të Dhjatës së Vjetër, libër që ka zbrit mbi hebrejnë, mbi jahudit. Shumë u i dhënu pejgamberi alayhi salatu vesselam, shumë u prek. Po kur e ka pa në dorë, ka të çka është kjo Umer, po Umer, ja Umer, po çka është kjo? Kur e ka pa, po a din për ti thotë. S'ki që ka me lyp kur gjanë të Tevrati mu, të librat e moshme. Ti shko Hazreti Musa gjallë, tash, kohën Hazreti Muhamedit, fjalët Hazreti Muhamedit jenë ta për Hazreti Umerit, po, ti shko Hazreti Musa gjallë, që ky libër të Tevrati që ka zbrit mbi popullin hebrej, Hazreti Musa kishte sipas rrugës time. Se ka pas të lejuar me hecë me ndonjë rrugë tjetër apo me filozofon diçka tjetër. Po, kjo është rasti i vërtet, do të thotë që e ka bërë rivajet hadithën e vërtet, po Imam Ahmedi, musnedin e tij, edhe Sheikh Al-Albani, muhaddithi jon i madh, rahmeti pa shpirtin Nasruddin Albani ka vërtetuar këtë hadith. Më thonë, pejgamberi alayhi salatu vesselam është prek shumë është i dhruar kur e ka pa dorë të Hazreti Umerit, po thotë një faqe, po thotë prej Tevratit. Kjo çka do të thonë kjo? Do të thonë përkushtimi ndaj një burimit pastër, po autentik, besueshëm, kjo do thotë ndihmon në përpilimin dhe në formimin e trunit dhe të ideologjisë së pastër. Dhe kjo sa të mungon shkollave, po medreseve, fakulteteve,
po edhe hoxhallarëve. Lexo lloj libre, lloj burimi, lloj gazete, lloj, po. Pastaj kur del në ders, ku ta shohësh e përzi, e ka bon këtë, e ka bon atë ders, nuk mush me kuptu se për çka e ka temën specifike. Edhe ku përmendo është rastin e një kolegu tonë, do të thotë, që tani edhe ai e ka marrë doktoraturën botën arabe, po 16 tema ditën e Bajramit i ka përzi bre, 16 tema ndryshme, nuk u përqendroj me një temë. Unë shkova më kënaq e dola, do të thotë, me zemër të thyer, pse mos më qenë vizioni i pastër. Topiku, tema, ngryje. Merë sabrin në Kur'an, vlera sabrit, rastet e sabrit, pejgamberi alayhi salatu vesselam, edhe shokët e tij me sabër, a pak ajete po ki për sabër për durimin Kur'ana. Po s'po të pëlqen tema e sabrit durimit, po merret çka? Namazi në Kur'an, rëndësia namazit, ajete që flasin për namaz. Pejgamberi alayhi salatu vesselam se si kanë gati namazet sahabët e tij. Qindra ajete. Po s'po të pëlqen kjo temë, po merret tema çka? Me bom mirë, bamirësia sociale. Sa kanë qenë shokët e pejgamberit alayhi salatu vesselam, domethënë bamirësa, i kanë ndihmuar çdo kujt. Ajete të radhite para vetë edhe që ti e merr notën 500. Domethënë shumëzimi i burimeve. Po, kjo është një prej shkaqeve të dështimit që e kundërshton menhexhin e sahabeve, do thotë edhe metodën e sahabeve, shokëve të pejgamberit alayhis salam, se si ata janë sjell me Kur'an. Kjo do thotë, çka është më rëndësi kjo do thotë, kur njësohet apo kur përpilohet një burim, atër kjo është faktori numër 1 kryesor, po edhe shkaku që do thotë njerëzit e kthejnë Kur'anin në jetën e tyre dhe e futin sepse edukohen me Kur'an, edukohen frymën e Kur'anit. Çështja shkaku numër 2, pse ata do thotë kanë përparuar dhe kanë qenë të suksesshëm, pasi që do thotë po kanë marrë nga një burim dhe nuk është lejuar që ata ta edukojnë veten nga burime tjera, po si tha më herët burimet romake, burimet perse, me burimet indianës, edhe në atë kohë kanë ekzistuar këto gjana, këta rrymat, po burimet krishtere, qifute, hebreje, kanë pas lidhje me ata dhe kanë qenë prezencë në Arabi. Ata kanë pas edhe një sekret, ky ka qenë sekreti i parë, sekreti numër 2, ata e kanë pas një metodologji shumë speciale, që sot neve dhe muslimanëve përgjithësi na mungon kjo, do thotë e kanë pas gajlen dhe e kanë pas brengën se ata çat ajet që e kanë mësuar, nuk 5 ajete që i kanë mësuar apo 10 ajete nuk kanë shtu hafizllëk më shumë, pa i fut praktik këto ajete. Do thotë kanë pas një menhej e talaqqi. E para ke tauhid al-masdar wa an-nab' at-talaqqi, një burim i pranimit, i edukimit. Dyta, tash sekreti menhej e talaqqi, me çfarë metodologji ata kanë pranuar këto informata të reja apo këto ajete të mësimet të reja të pejgamberit alayhis salatu wassalam, i kanë pranuar me një jetë të praktikës. Dhe kanë qenë si ushtarët që i marrin urdhrat nga komandanti i tyre edhe me njerë i kanë fut në praktik. I kanë realizuar urdhrat. Dhe nuk kanë pranuar shumë urdhra, shkaku se mos po dështojnë. Friga se nuk po janë të suksesshëm. E kjo tani, kur kthehet në jetën tonë, shkollat tona, fakultetin tonë, jetën intelektualëve, ajete, 5 ajetet kuranore, Islami dhe familja, një komentim tematik, tefsir mawdu'i. Po, çka mendon Islami për familjen? Familja bën pjesë, po, pastaj krijimi i familjes, po gruaja dhe burri, të drejtat bashkëkohore, domethënë bashkëshortore, këtë janë definuar do thotë në Kur'an. Po marrim Islami dhe mirësia ndaj prindërve. 4-5 ajetet nga surat al-Isra. Keni me pa se si këto ajetet kanë me ndiku zemrat e studentave, zemrat e xhamatit, zemrat
e shoqërisë, zemrat e intelektuale. Po Islami dhe ruajtja e shoqërisë do të nga domet ideologjike, edhe nga domet ushqimore, nga domet do thot infektimet e ndryshme. Po i marrim ajetet nga suratul Maide. Po çka është halal me ngran dhe çka është haram mos me ngran. Pse ndalohet mishi i derit? Pse ndalohet softina? Pse ndalohet ajo kafshë që ka ngordh dhe ka ra nga bjeshka poshtë nga një shkëmbi? Pse ndalohet ajo ngrënia e kafshës e cila është e therrur nga kafsha tjetër? Pse ndalohet ngrënia e kafshës e cila është kafshuar nga egërsira, nga ujku apo nga riu? E tjera, çka është me çuria këtu? Pse ndalohet ushqime që i ka ndaluar pejgamberi alayhis salatu wassalam, gjarprint mos me hangër, mishin e luhanit mos me hangër, po mishin e tigrit mos me hangër, leopardit mos me hangër, mishin e shqiponjes kanë me kthetra. Pse? Krejt ka me çuri. Kur i marrim këto ajetet kuranore, edhe këto hadithe, atëherë krijohet do të thotë çka kokën e studentit, po një temë shumë e pastër, një vizion shumë i pastër, dhe çdo gjë çka është do të thotë jo halal, jo me hangër. Çdo gjë çka është jo halal me pi, jo me pi. Studimet për në paraqitën që dashti, analizat shkencëtarëve, runa zot bre. Shka paraqitja e virusit korona që tash na mytën në përlajm edhe këtu në Arabi, edhe të ju në Kosovë atje çdo kun, numri i viktimave në Kinë poshtohet dita ditës. Jenë izoluar qytetet e tëra me miliona. Pa përdinin jo prej shkaqeve analistat që ka po flasin. Tash analistat kinez e gjerman e tjerë, po pse nuk kanë kontroll në ushqime në Azi. Sidomos te kinez. Na kemi pas fqin kinez në Malezi. 7 vite kom pas kinez, katin e nalt, katin e poshtë, djatës, majtas. Bre, nuk ta merr mendja bre çka hajnë ata bre çka ushqejnë bre. Nuk ta merr mendja. Më falni që po jam detyruar, po këto është nuk bën më hesht se duhet më bë bejan, duhet më tregun ky realitet, po a hajnë qen, a hajnë maca, a hajnë gjarprin, po a hajnë tigra, a hajnë kryma, a hajnë lloj insekte të ndryshme që ka dalin nga tokabe. Çka s'ta merr mendje ndytësira e botës, çka është gjitha krijesat ka nuk kanë limit, nuk kanë princip, nuk kanë kufi ata bre. E studimet po flasin, analizat tani, shkaku këtij virusit, ta ushqimet e dyta çka po hahen bre. Bre ka dini Islam, me një metodologji, me një menheq hynor, edhe po të mëson çka me hangër. Çe Kurani që shfutet jetën tonë? Po, kur është mishi prishur, mishi jo i therrur në emrin të Allahu xhaleshanu, pa bismillah. Po vjen nga Argentina, nga Brazili, pulat, po vjen mishna të ndryshme kasaphanët, po duhet më vërtetu bre me pas komision bre, ky mish qysh bre, me çfarë mënyrë po prejet në ata vende atje. Elhamdulillah, megjithëse janë shumica vende atje, është ai komisioni që shumë po ndëgjojmë se s'kemi qenë në Brazil, po është komisioni që shkruajnë ndonjëherë i therrur sipas shariatit islam. Kjo kafshë e therrur e prerë domethënë. Çka ardhjer manipulim, po konservat peshkut. Ka shkruajtur domethënë tash, domethënë këto është edhe manipulimi, po kanë shkruajtur aty edhe peshku është therrur sipas shariatit islam. Ai peshku nuk ka shariat islam te peshku. Peshku që është edhe me ngordh, se është e lejuar me Kur'an me hangër. Apo kuptoj? Do të thotë që ka ngordhin në deti, peshka qene e peshku këta gjana, tu nuk ka me shariat islam e pa shariat thotin. Shariatu ka me çka janë me kafshët, çka janë jashtë detit. Po, toksore, jo ujora apo detare. Raste tjera kanë zbuluar po konzerv, po ai mishi jo me shariat, po e kanë qitë përmi stikerin. Kanë qitë diçka tjetër, kur e kanë hek, janë të argumentuar këta gjana, po del se është prerë therrur jo në mënyrë islame. Kështu do thotë, i kanë praktikuar sahabët tonë vetëm disa shembuj po ju bi. Kur'ani dhe familja, Kur'ani dhe ushqimet tona. Po të kishin men kinez, popullat aziatik në Vietnam, në Tajland, në Indonezi, në Malezi, se atje ka dhe kinez, mjaft ka, po, ata vende tjera, hahen ka ushqimet bre. Bre, vetëm me pa një video, tash që në ka arë në internet me pa ata vendet zotërona, e duhet me thëllë, alhamdulillah, 1 milion herë për fejnë islame,
se na ka dallu Allah xhaleshano me këtë fe. Vallahi na ka nderuar. Na ka nderuar kur na ka udhëzuar me Islam dhe na ka shpall këtë Kur'an. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayh. Mos hani atë ushqim që s'është përmend emri Allahu xhaleshano. Wa innahu la fisq, ajo fisq i madh, gjuna i madh, dalin nga rruga e Zotit bre. Mos i hani ato. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى شيء përmenda të rastet e tjera. Prandaj 5 ajete praktik, 2 ajete praktik, kështu do të thot inshallah edhe që e kemi ndërmend edhe me moderatorin do thotë do të flas, po që ndoshta nga java ardhshme do të fillojmë me një emision të ri, po Kur'ani dhe jeta jon apo reflektime kuranore me jetën tonë. Edhe do ta bëjmë ndarje 2-3 ajete për një çështje, 2-3 ajete 10 minuta pushim apo 15 minuta bisedë, pastaj ajetet me familjen, ajetet për kitazi me shoqërinë, ajetet për kitazi me moralin, ajetet për kitazi me lidhjet farefisnore, se si ta futim Kur'anin në jetën tonë. Kjo na mungon neve. Kështu duhet të ngrihemi na, do të thotë moralisht dhe shpirtnisht para perëndimit dhe mundemi mi thonë që na meritojmë me udhëheq botën. Na meritojmë me qenë ummet. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jeni ummet më i mirë që ju ka qitë Allahu xhaleshanu në fytyrë të tokës. Po kur jeni më të mirë, më të zgjedhur? Kur urdhroni ka e mirë dhe ndaloni nga e keqja. Kur punoni me Kur'an. Ky është sekreti i dytë i sahabeve. Sekreti i parë, një burim e marr, sekreti i dytë, ato që e marrin, edhe me njerë me fut në praktik, po, edhe sekreti nëmër 3, pse sahabet, domethënë kanë qenë të suksesshëm për jetën e tyre, ata, po, është edhe ajo, po thot, ata cilët, sa herë që kanë harë në fenë islam, ata musliman të ri, antar të ri, kandidat të ri, po, te i dje ka qenë komunist, ka qenë ateist, fjala po vjen për flasim për gjeneratët tona, ka qenë apo atëherë budist, apo jo besimtar, apo mushrik politeist, sa herë që është, qatë moment që është kthye, ka bo kthim radikal jetën e tij, ai nuk ka menduar për të kaluar. Është çliruar nga prangat e të kaluarës edhe psikikisht edhe shpirtnisht. Apo sa herë që ju ka shku mendje nga ajo tradita e moqme, para se më bë musliman i mirë, para se më bë tobe dhe istikfar, para se më orë në xhami, para se më u fal, ka njerë i kujtohen se njerëz jemi na, po, mirë po, me njerë ata të thot tobe dhe istikfar të Allahu xhaleshanu kanë bë, pse Allah s'po mund mu çlirua nga ato mendimet e moqme, nga ato sjelljet e moqme. E çka kanë bë? Ata do thot edhe pse kanë kënajt me një rreth popullit, se bekja ka qenë plot me jo besimtar, ka qenë plot me domethënë me mushrik dhe pagan, pse ka qenë mesin e tyre, po ata shpirtnisht janë dalluar nga ata. Shpirtnisht s'kan jetu, si në shoqëruar me ata. Edhe në sot mesin ton, edhe pse populli musliman shqiptar përgjithësi, musliman në Arabi, në Perëndim, s'janë të punu me Kur'an që duhet, s'janë të punu me shariat që duhet. Kur'ani hiç nuk ka hise jetën e tyre, shumë pak bre, ka ndikim të ata bre, Ti duhesh më shoqërohu me ta fizikisht, që kemi thonë më herët, po, mirë po shpirtnisht, ti më kon më i lartë. Ti me shpirtnisht nga brenda, nga shpirti ata me thonë atë gjesta, po ato gjona që ka i sheqe i kundërshtojnë Kur'anit, mi urrejt, mos mi dasht. Mirë po njëtër kohë, ti ki mision, ti ki obligim, ti duhet pa tjetër me qunë fjallën Allahut në vend. Po, dhe mi abo me dije popullit, me kulturë të mirë, e me diturije me shkencë, shpëtimi jo në Kur'an, në mësimet kuranore dhe profetike. Këtu është shpëtimi. Si? Ja pun alternativën. Ushqimet të dëmshme, se janë dalune, që hajnë ata popull? Qërë që po bën virusi korona, runa zët, edhe neve dhe juve, po,
Kjo një shembull. E shembull tjerë smundje tjera, tash infektive që nuk kanë kontroll në lidhjet, domethënë sot rinia do të thënë sa i përket të çështja e lidhjeve jo martësore, po lidhjet po mes rinisë sot, po si me droga, si do thot me haram, prostitucion e tjera, po për çka po dalin këta smundje, këta problemet? Se Kur'ani s'është në jetën tonë. Po, pse s'po të dyqane bereqete për para, se nuk jetu ja dhënë zeqatin. Po, pse po ki probleme në, nështë se ki firmë, punëtori nuk jetu ja dhënë hakun, jetu ja hangër hakun, jetu ja vanu rogën. Po nëse me punëtori në rregull dhe me dyqani në rregull, po të shpia, që shonë zullumi, që shonë është Allahu Gjeleshanu, api bënë zullum gruas, api bënë zullum fëmijëve e vajzave, api falë namazin, api lutësh Allahu Gjeleshanu me dhënë bereqet. Prandaj, gjithmonë kështu kanë qenë sahabët. Një burim, që ato që e kanë mësua, e kanë fund në jetë për praktik, po, jetë numër 3, nëse kanë kalu tash nga feja e mëshma, po, nga jo tradit, jo islamen. Në islam, ata e kanë haruar të kaluarën, në ato momente që jenë kujtuar diçka, ata kanë shpejtuar të thot, me tobe dhe istikfar, dhe me punë të mira, dhe kështu jenë integruar në shoqëri. Prandaj, shpëtimi ynë, shpëtimi i ummetit, shpëtimi i familjeve, i hoxhallarëve në për medrese, në për fakultete, rregullimi i situatës në për xhamia, për një ditë më të mirë, për një sistem më të mirë, po duhet me u referuar me kthye Kur'anit rishtas. Ila al-Qur'ani min jadid ya ibadallah, ya ikhwan. Në Kur'an përsëri. Këtu është el makhraj, këtu dalja nga kriza. Përndryshe 50 vite, 60 vite. Do të kalon është, do të vesim edhe na rrota do të sillet në vend. Ishte kjo një hyrje se si ka qenë metodologjia sahabeve menhexhi i tyre me Kur'anin. Shpresoj që ishte e qartë dhe për këtë hyrje inshallah nëse jemi shëndosh dhe rahat me emisione tjera, atë do të marrim ato reflektimet kuranore i jetën tonë për çdo çështje ajetet për kita zi çka flasin me ato dhe se si mundemi na me i përjetu dhe me i praktiku ato ajetet. Duke u ndriçu me mendimet komentatorëve, po klasik dhe aktual, pastaj edhe çka ta shohim të arsysh me japim mendimet tona. Ju faleminderit për mirë dëgjim, për respektin për kohën. Allahu Gjeleshanu në ndihmoftë dhe neve dhe juve. Elhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Faleminderit shumë për ligjërimin e kësaj teme dhe trajtimin shumë të mirë, për të cilën trajtim keni marrë dhe nga shumë prej dëgjuesve komplimente, kështu që para se të nisim do t'i themi disa prej tyre të cilët na kanë komplimentuar dhe kryesisht ju kanë komplimentuar juve për ligjëratën. Berati po shkruan nga Prishtina, thotë faleminderit shumë për ligjëratën, sinqerisht më keni rrëqeth me këtë qasje në ligjërim, nuk e kam dëgjuar asnjëherë nga një prej hoxhallarëve. Unë nuk kam pyetje, vetëm deshta të ju shpreh falënderimin tim. Allahu faleminderit shumë. Pyetja dëgjuesi i dytë i cili shkruan thotë selamu aleikum, thotë suksese në ligjërimin që po bëni, edhe dhashtë Zoti të kemi këso ligjërues sa më shpesh, sepse na kënaqet me këto fjalë edhe me këtë begati kuranore. Allah i rujt, faleminderit. Ndërsa gradualisht do të nisim, ka shumë prej dëgjuesve që janë shpreh në të njëjtën në superlativ për mënyrën e ligjërimit, dhe po ashtu ka dhe shumë prej atyre që kanë bërë pyetje, kështu që do të nisim edhe me pyetjet të vjen nga Bashkim Gjinovci. Selamu aleikum, Hafız deshta të ju pyes se a është harame me mbajt qenin në dhomë, se shumë thot po kanë probleme me nipin tim, thot se a e mban qenin në dhomën e tij, edhe ka bëllë një pyetje të dytë, por ne do të shkojmë gradualisht. Po e vallaj për tash masi se ka rëmend shokëve të temat me të vërtet jenë aktuale, kanë nevojë përgjigje.
se kemi atë postin e myftiut, me thonë mirë, po çka po thon për izat Zotit, po mundohemi me dhënë atë mendimin ton. Dhe me thonë çka shohim të arsyeshme inshallah se pa dyshim me hadithet pejgamberit alayhis salam, mbajtja e qenit pa nevojë në shtëpi është shumë një gjuna i madh dhe shkatrimi sevapeve. Ke sevapet hupin. Bile hadithet pejgamberit alayhis salam dhe për çdo ditë mungohen nga sevapet e muslimanit, nga shpërblimet e muslimanit sa malet e Uhudit. Mo bjeshka Uhudit është një bjeshkë e madhe në Medinë, po për çdo ditë mungohet, do thotë një sevap sa bjeshka Uhudit. Pse? Për me majt qenin pa nevojë. Bish për qef, stil Amerikan, stil Evropian, me angër me qenin me një pjatë, mu lipi me qenin, me fjet me qenin. Sa bre kjo kultura muslimanit, bre. Pas e shqiptarëve nuk ka qenë kur, bre. Lexoni pak historinë, bre, djem, bre. Nëse ki dhen, bjesh, moj 100 qenë halal e ki edhe savapit. Po nëse ki firmë, ki kamiona, ki material, ki placin, 100 qenë moj, edhe luana moj, këtë halal e ki me të arruj. Po nëse je gjyqtar, shkoj gjush, lepra, shkon gjun, lanza, po, moj, 50 qenë, 10, sa dush, halal e ki, këtë me Koranin. Po, në me thonë, nëse ki nevoj për rrugje, kelbël hirase, që e të gjuhën arabe, po, çfarë do qoftë me qenë ajo rrugje? Zyre, banka, po, ushtria, fermat e lopëve, torishta dhenve, kamionat, arat, a për rrugje jashtë shtëpisë? Halal, s'ka kur gjë. Bile sevap është. Po, ata edhe për këta ka folë Kurani, bre. Edhe i ka thonë gjyqtarëve qatë momenti ku ta lëshon qenin tonë, fekulu mimma emsekna alejkum, wadhkuru sma Allahi alej. Qatë moment, tak e kibrati flanzën. Edhe e lëshon qenin tonë, qatë moment, bismillah, vishtu qenin, bismillah, edhe kur shkon qenin e kap ma të dhamë të vetë, ta bjen të gjallën po, e ki halal ma hangër. Shifni çfarë Kurani kemi na, çfarë libër kemi. La ilaha illallah. Po me pas perëndimi këta këtë libër, bre. A din bre çfarë ishin bëma ata, bre. Po me pas jo musliman të vlera që kemi na. E nuk lejohet. Thuaj atij nipit, atij djalit, kur shoh me të mirë ndal gadal, po se kur dashurohet o zar pak mia hekati. Po ndal gadal, me çështu të ja tregu pak smundjet e problemi e sevapet e jo domet ande këndej, se për ndryshon vështirë. Kum pas problemun me një rast, po, edhe macën me shti menda të lashem, edhe pse lejohet ajo, po, dhamë, tjetjes qatësim, të lashër. Prandaj, që të në që të regova aspekti Koranit, për që roje, lejohet, krejt. A, mrenda, pa nevoj, nuk lejohet. Ndërsa, doktor, pyetja e dytë e të njëjtit dëgjues, do të thotë bashkimi, vazhdon me pyetjen e dytë, ta e ka të shkruar fëmia kur lind çka ka më ndodhë në jetën e tij. Po bre, ta gjonat janë pak gjona gajbijat, thënë gjuhën arabe. Do me thonë, gjona që na nuk mujna mi prediktu, po pejgamberi alayhis salam ka thonë, na duhet me besu. Po konë barkun e nanës para se me dali shkruan 4 sene, 4 çështjen ballin e tij. Po riskun ka me fituar, ka me përfitu mallin, riskun e tij, furnizimin e tij, jetën e tij sa ka me jetu. Po, a ka me qenë besimtar apo jo besimtar? Numër 3, dhe kur ka me vdek? Po, i shkruan këta gjana. Jenë dhe me thonë definune, para se me dalën këtë jetë. Andaj, ka gjanat jenë Allahu xhaleshona, mos mërzeti për ata, po, çdo kusht është lindje që ka lindi inshallah me berexhet, me halal, me të hajrit, nëse Allah ka shkruajt me jeton, e botë musliman i mirë, punëtor i mirë, student, dietar, hoxh, milioner, pa mirës, lutje Allah. Po nëse se ka shkruajt Allah me jetu, o Allah, ti na ke fal, dhe ti e merr. Kjo është një dhuntin i borxhi Allahu xhaleshon. Po ta jep për një kohë si shpirtin
edhe që të momente ta merë shpirti. Po. Dhe, Po doktor, deshet me vazhdu se mbase jo preva fjalën. jo, rregull, po. çe ka, që besoj që është e qartë. Shpresoj. Domethënë nuk bën më kupu për këta gjëra. Mas shumë di këta kanë njerë printeri që martohen rishtas, kanë njerë brengosen, o domethënë e çifti i ri. Vetëm me halal përqendron. Po në martesën me halal. Nëse je musliman, mos hetë për rrugë pa kunor. Mos ko mi knaqe e fshetuese atë të perëndimit, po domethënë pa rregulla islame pasës. Ki kujdes brati. Se çka të bën edhe ti për vajzën e dikujt, ti bën edhe tjetër kusht ta bën për familjen tonë, për motrën tonë, për fëmijët. Ki kujdes, tut ju zot, o njeri, o musliman, o shqiptar. Po, nuk është feja islame kundër martesës. Knaqo, martohu. Mirë po, hec me komunikacionin e fesë islame, me rregullat e komunikacionit fesë islame. Po, prandaj, me bismillah, e nisim këtë vlad, të ndorë Zotë Gjeleshonu, çka dem ti Allahit mirë se. Nëse shumë shkurt kjo punë, do të flasim inshallah, çka thash edhe Kurani dhe jeta familjare këtë aspekt, do të shihni edhe mbëlsinë e Kuranit dhe rahatin e Kuranit, sa ndikon kur na jetojmë me Kur'an. Inshallah. Doktor, po ashtu edhe disa prej dëgjuesve të cilët po na shkruajnë është për shembull Argjent Hasani, i cili po na përshëndet me selamu aleikum, po na përshëndet po ashtu dhe Uk Gjakova në të njëjtën mënyrë, e një përshëndetje sigurisht e kemi nga një njeri goxha special edhe i veçantë për neve, besoj edhe për juve, është Mehmet Sjarina, na përshëndet edhe ai po na dëgjon dhe po na dëshiron dëgjim të këndshëm. Faleminderit, Allah e rujt, Allah me xhenet inshallah. Amin. I shpërblen, shumë faleminderit për shokët dhe për lezerit. Do të kalojmë edhe tek pyetje të tjera, doktor, që kanë arritur. Pyetja radhës thotë: Selamu aleikum juve dhe doktorit që keni në studio. Deshta të pyes nëse me disa prej miqve thotë kam pas diskutim nëse Kurani është ligj për njeriu apo udhërrëfyes. Sepse duke e marrë në të dy këndvështrimet pothuajse na del e njëjta, por sipas mendimit tuaj, a duhet konsiderohet më shumë si ligj për njeriu, që do thotë ligji nuk duhet të shkelet, apo si udhërrëfyes mbi të cilin ndoshta mund edhe të bësh ndërhyrje? Interesant. Kjo pyetje shumë e madhe, shumë pyetje ka nevojë për koment këto. Po shumë shkurt po i vim kësaj meselës. Për muslimanin, Kurani është ligj. Domethënë, hukmullah, hukmi i Zotit. Ligji i Zotit Gjeleshon. Edhe ligjet nuk guxohen të thehen, apo të anashkalohen. Rregull? Po, sot i kemi na ligjet tona demokratike, laike, që jenë kurdis këto ligjet, që jenë marrë nga sistemet romake, franqeze, zvicerane, tjera, adin mos tin këtë aspekt, sot për një ligj social, po, këto gjanët, na këtu e bëjmë një balancë. Çka bëjmë një balancë? S'ka problem. Kemi një lloj përputhje apo një lloj bashkëpunimi. Sa e për këtë çështjeve sociale, që nuk prekin në moral. Shifni. Nuk prekin në halal, haram, ushqimet që i përmendëm më herët. Nuk prekin në dispozitat e sheriatit. Nuk prekin në vlera fetare përgjithësi. Nëse këto ligjet njerëzore, romake që ka thash, perëndimore, nuk prekin këto gjëra, s'ka gajle, na i respektojmë ato. Për shembull, rregullat e komunikacionit. Na i kemi farz një respekt të rregullave. Nuk pritet nga një musliman apo nga unë me thon hafiz cilën sure janë rregullat e komunikacionit. Kjo nuk përmendet kurrë. Gjonat minor issues, gjonat e imta të jetës, Allah i ka dhënë me menaxhua njeriut. Aty Kurani ka kushtuar gjonave, domethënë gjonave
kryesore, major issues, gjanat që kanë të mëdha, serioze, po, gjanat e imta i kalon çdo kohë, çdo vend, gjanat sekondare, ata me menaxhu jetën e tyre. Prandaj, rregullimi i jetës, trafikut, jetës kombësorëve, të kombësorëve, të trafikut, kjo u lihet dietarëve, ekspertëve, dhe në këtë mënyrë ligjet e tyre bëhen farz për neve për me i respektuar. Tu në Katar me ardh, i ki 1 milion radare ki, pra dimre sa radare, për çdo 100 metra radar ki. Sa Arab s'po marrin vesh, ja futin gaz kerit, 150, 120, po me një periodash gjys kilometër, 1 kilometër, edhe pas të aksident po ndodhin, po bëjnë masakra. E shteti ka pa para të arsyeshme radar. E është reduktuar numri i aksidenteve, edhe po, pse? E te kalova shpejtësinë 100 euro. Në të kuqe, po, 1000 euro. Edhe në burg, një ditë. Nuk ka tolerancë hiç aty në të puna radarëve. Te kalova të 10, 100 euro. Me njëherë vjen mesazh në telefon. Të duhet me respektu, dhe farz është. Sa që edhe Allah Arabi Saudite, Rahmet ju pa shpirti, Sheikh bin Bazi, e tjerë të konë unë Medinë vitet e 90, para 30 viteve, po, i kanë përmend ta fetva, ai njeri që futet në kuqen, po nuk e respekton, edhe vjen këri tjetër aty, ta deshe, edhe vdes, runa zot në xhenem shkon. Shkon gjunaqar. Keni kujdes, pse? I ka thy ligjet. Prandaj ligjet njerëzor sociale, po me rregullu komunikacionin, jetën urbane, s'ka do të me respektu. Po shkollat publike, po me ardh me kohë, me dal me kohë. Se bëhet aty Salamadi, bëhet Jungle Law, bëhet, domethënë xhungull bëhet. Duhet me respektu dhe farz e kije. Se e kije bon kontratën, qatë kohë me prezentu në ora 7 dhe me lëshu në ora 3, fjala po vjen. Apo në 8, me lëshu në ora 4. Dhe çdo ikje nga orari i punës, po ma herët apo ma vonë, këtë e ki haram, këtë e ki gjuna. Po, e muslimanit ashtë i këtu, qështë e bënë përputhjen e këtij ligjit njerëzor, që ta ka caktuar orarin 8, me konë punë klas, e në 4 me dal, apo në 2 me dal, fjala po vjen, ha? Se Korani thot, muslimani duhet me këqyr edhe mallin ka përfiton, çfarë burimi, apo e merr pi halalit, apo pi haramit. A ka burimin e pastër, apo burimin jo të pastër. Prandaj këtë aspekt, to ligjet njerëzore që e përmenda, vetëm pak aty që mos mund thellua shumë, çështja e shëndetësisë. Po, mirëmbajtja e rregullave, domethënë, shëndetit, vakcinimi, po, domethënë ruajtja nga që na udhëzojnë, domethënë, në Ministria e Shëndetësisë, po, me pas kujdes nga nxehti i madh, vapa madhe, nga ftofti i madh, fjala po vjen, po, trafikut, e tjera, paketi kemi farz mi praktiku. Po kur vjen puna te gjona fetare tash, te vlerat morale, te cenimi i moralit, te cenimi i vlerave fetare, Kur'anit, e besimeve, domethënë, shenjta që i kemi në zemrat tona, këtu tashti është ligj për muslimanin, ligj për muslimanin, po me respektu këtë ligj, o farz është. Ata përlypin me ek shamin për grave tona, për qikë, vajzave tona, në përshkolla mos me shku, pse? Këtu tashti na duhet me rezistuar. Këtu na duhet edhe me thonë jo, se kjo s'ka të bëj me shkencën e edukimit, ti me ma hek mu shamin apo havalin. Se shkenca ditunia nuk futet në shami, po futet në kry, shka për fund shamijës. E këtu e ki farz për zotit ti, po me punua, mos me respektu ata se ta ka prej këtyre. Prish Ramazanin, mos agjeroni. Këtu nuk duhet mu ndëgju apo mu respektu asaj mësus, apo asaj drejtori e firmës. Kush është ai neve me na urdhrua atë me prish agjerimin, apo me jek havalen, apo me dal dikush në ministri i turizmit, thot stopeni mos shkonin qabe, si vjet ndaluna ose po na bini smuje e të lashe me haxhit. Qysh këta qanët? Ka ligjet e Zotit, dhe më thonë një ligje për muslimanit, duhet i thënë kësaj meselës
inil hukmu illa lillah. Zoti është i xheleshanu, vetmi sovran, i vetmi, domethënë krijues që e meriton me pas të drejtën e ligjvënies. Për muslimanin ligji i Allahut ai është ligj vënës. El hakimiyatu lillah, ai gjykon, inil hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzala Allah, ata cilë nuk punojnë sipas ligjeve të Zotit, shumë ajetet në një suratul Maida në flasim, ata cilët i thënë ligjet e Zotit, këtë kontekst që po i shpjegoj unë, tu e ditë, ata me një ajet thot, jenë jo besimtar, me një ajet thot, me një faqen, do të thonë faqja parë dhe dytë, me një fundi ajetit thot, nuk jenë besimtar nëse s'punojnë sipas ligjeve të Zotit, ajeti tjetër, nuk jenë, po jenë zullumçar, ajeti tjetër janë fasika, janë dalët nga rruga e Zotit, janë dalën. Fjala është për hebrejt, për krishterët, po që kanë bë ndryshime librat e tyre. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasikun. 3 ajete. Prandaj ligjet e Zotit janë ligjet patjetër që duhet, se nëse i thënë ke më gjykuar, më jetë ko udhërfyes. Tash që ky ligj i Allahu xheleshanu, njëtër në ko, udhërfyes do më thënë, po të kallëzon ty çysh me punu. Që kjo do më thënë kuptim udhërfyes? Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati aqwam. Ky Kur'ani i Allahut udhërthon çka është më përsorse dhe më e mirë. Pse që jemi qartë këtë komentimin e këtij ajeti, se di moderatora, po jemi qartë ajo që nuk po du më fut më detale ku vjen ajo tema të ardhshme inshallah, se si praktikohen me misionin e ri tonën inshallah, kemi me pa më mirë. Domethënë ligji i Allahut, nuk guxon mushkil. Ka në vijat kuqe, tilke hududullah. Allah i thotë Kur'an, këta janë hududet, kufit e Zotit. O me yata'adda hudud Allah, i cili te kalon kufit e Zotit, faqad zalama nafsi, ka bollon vetes. Prandaj ligji i Allahut, po këta shteti që s'po punon, na e respektojmë ligjet e shtetit, nuk jemi konfront me ata, sa i përket çështjeve të përgjithshme të edukimit, të arsimimit, të shëndetësisë, trafikut, duhet të po ekzekutimi i ligjit, ai çka vije dhe ai çka shkatron kriminalë, këtë duhet ta më dënu më marr dënimin e tyre. Po njëtën kohë me bë diçka me pas në të ligjet njerëzor shtetëror që thënë besimin tëm, atëherë unë me plot respekt nuk e praktikoj ato. Po. Doktor, edhe pyetja e fundit që ka arritur, sigurisht prap shumë prej dëgjuesve po vazhdojnë me shkru duke dhënë komplimentet më të mëdha për ligjërimin e përgjigjet në pyetje. Janë të shumtë edhe shpresoj që mos t'ju ngelet hatri nëse s'ja u përmend emrat të gjithëve sepse janë bërë shumë. Gjithë i falenderoj, sinqerisht të gjithë i falenderoj. Po dhe inshallah Allahu i shpërblet xhenet për kohën dhe interesimin që po tregojnë. Amin. Pra siç po thoja, edhe pyetja e fundit që ka arritur në këtë program thotë, po të dëgjova thotë pak a shumë kur e cekët çështjen e mjekësisë, e shëndetësisë dhe më kujtua thotë kur me disa prej njerëzve e kam pas si bisedë se a është e lejuar me Islam, do thotë alkooli që përdoret në mjekësi dhe her pas here janë disa prej anestezioni për shembull ose shumë të tjera që janë me përmbajtje alkoolike. A lejohet të përdoret për arsye shëndetësore kjo metodë e alkoolit apo edhe kjo nuk preferohet? Jo, to sipas analizave të mia personale dhe kuptimit tim të shpirtit të ligjeve koranore, që po them kuptimi se i thënë në gjuhën arabe në mesele el maqasid, objektivat kryesore të ligjeve koranore, el maqasid e shar'iyye. Çdo ligj ka edhe atë objektivin e tij. E objektivi i alkoolit po është për me rujt kokën e njeriut nga dehja, nga shkatrimi, nga domethënë mos kontrolli vetes që nuk di çka më fol, as më fal, nuk din as të thot edhe dëmton edhe veten. Kjo është ai qëllimi kryesor, me rujt shoqërinë, me rujt pasurinë, po edhe mu largu nga ato haramet, edhe tham në dersin ligjëratën e javës së kaluar që alkooli nuk është bë haram në fillim në Mekë.
13 vite s'është bë haram. Në Medinë është bë haram. Mas 13 viteve të shpalljes së Kur'anit. Tamam? Ky është e qëllimi final i alkoolit. Armiqësinë se kanë lut komor bigjoz edhe atër kanë lut. Komori e lyp alkoolin, apo alkooli e lyp komorin, bigjozin. E shejtani që të sjell armiqësi dhe problem, edhe i ndalu në haram janë bë. Kuptimi i fes edhe të dietarëve që kom diskutuar, ta janë gjanat i thënë gjuhën arabe ammet bihil belwa. Është nevoja e madhe, domethënë e popullit e publikut për këtë çështje. Dhe këta nuk futen në ato haramet të sheriatit. Prandaj me pastrua varat e mi përdor për injekcion, për anestezi, për këto gjëra, inshallah këta nuk kanë problem hiç. Me izin Zotit xheleshanu. Qëllimi kryesorja mos me çu shishen 1 litër, gjys litër, 1 vodka, apo 1 shampanje, apo 1 red wine, çka po bëjnë, ha? Një birë, që kjo në qëllimi. E man, pa shkon në spital, po kujna e vjen në ato momente spital, për ti po mjekohesh, adin, halal e haram. E kanë vërtetur shkencëtar që po i dezinfekton varën, apo po pastron vendin, mikrobët për i myt, rregull. Sheriati është tolerant, e Islami është fe tolerante dhe thot, nuk shkon më kap në ato gjëra që nuk dikojnë masivisht, domethënë, në mënyrë masive, apo nuk dikojnë as trunin tënd, as vetdijen tënde, domethënë as nuk mbjell armiqësi, as nuk mbjell problem, dhe thot. Ja, këta gjanat janë toleruar me. Unë kam qenë në spital, jam bërë operacion disa herë. Nuk logjikohet që më shkon dash me thon mjekut, çka i ka bën, hiqe atë voçkën e përdor. Në që shpjetojnë aty Infuzionin. Po, apo anestezin, kjo nuk ka kërgjë. To inshallah nuk ka kërgjë me izin Zotit xheleshanu. Allahu na ndihmoft, më rujt pi harameve tjera, pi vendeve tjera që i përmenda, e nëse jemi gjallë do të përmendim edhe gjëra tjera. Këto gjërat Allahu është Ghafurur Rahim, Allah për rahmetin e madh, hiç mos e mërzitni. Ju falenderoj për interesimin, për pyetjet e për dëgjimin. Inshallah shihemi javën e ardhshme me izin Zotit xheleshanu. Ju përshëndes dhe ju lënë kujdesin Allahu xheleshanu. Amin. Selamun aleikum. Aleikum selam, faleminderit shumë, edhe deri në takimin ton tjetër, shëndet për ty, e dash Zoti ta keni të gjitha të mirat të të rinderuar. Amin ya Rabbi. Zoti të rujt, faleminderit shumë. Allah të faleminderit moderatorë dhe të faleminderit shumë. Faleminderit. Miq të dashur, të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, kemi qenë të shoqëruar deri në këtë çaste me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha. Ishte ky transmetimi drejt për drejt që u realizua nga studio në Prishtinë dhe ishim në emisionin Aktualitete fetare dhe edukative arsimore në radio në Dituria Islame. Ky emision pra u bashkë drejtua nga unë Avni Lugiqi, sigurisht se ligjerues i programit ishte profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha dhe patëm trajtimin e temës së sotme, Kur'ani dhe jeta jon aktuale. Atëre, ky emision ngelet në kanalin ton zyrtar në YouTube, të cilin kanal e kemi programi i natës, mund ta shkruani programi i natës dhe ju shfaqen të gjitha emisionet në kanalin ton në YouTube. Po ashtu dhe në Facebook do të mund, ose keni mundësi të ndiqni këtë transmetim, këto transmetime tona Facebooku ynë zyrtar është Radio Dituria Islame dhe këto janë qasjet dhe mundësit që ju të bëheni pjesë e programit e të dëgjoni këto emisione. Ju ftoj dhe qëndroj me një mendim specifik. Ju ftoj të gjithë juve që po dëgjoni emisionin dhe që mund të ridëgjoni edhe në ritransmetim ose ridëgjim për ju mund të jetë për herë të parë, por ta bëni shpërndarje. Nuk është qëllimi ynë që shpërndarja juaj të arrisë faqen të qoftë YouTube-it ose të Facebook-ut. Është qëllimi jon që fjalët të cilat thuhen në këto emisione nga njerëzit më kompetent të mundshëm në shqiptari, të cilët i kemi siguruar t'i kemi në emisione, të shkojnë në veshin e gjithë secilit prej nesh. Arsyeja kryesore është që nëpërmes shpërndarjes suaj të jeni edhe ju kontribues në shpërndarjen e diturisë dhe në shpërndarjen e dijes. Nuk ju kushton kurrë, është
që pa pagesë një shpërndarje, prandaj do t'ju losësha që ta bëni këtë shpërndarje edhe të jeni edhe ju një prej atyre që kontriboni në arritjen e diturisë tek sa më shumë njerëz, arritjen e atyre fjalë të vlefshme që vijnë nga ligjeruesit tanë në të gjitha emisionet, në veshjen e të gjithë atyre që mund të kemi qasje në rrjetet tona sociale. Pra ti shfrytëzojmë edhe ti përdorim rrjetet tona sociale për të mirë edhe për shpërndarjen e gjërave pozitive. Mirë, që mos të zgjatem edhe unë më shumë, ju përshëndes të gjithëve, ju falenderoj që ishit me ne në program, falenderoj të gjithë ata që komentuan, qoftë në Facebook, qoftë përmes numrave tonë të telefonit të numrave zyrtar të radios Dituria Islame. Po ashtu ju ftoj të bëni pjesë e programeve tona të tjera, të cilat janë pra çdo mbrëmje për ashtu të dielave. Jemi kryesisht drejt për së drejti, përveç ndonjë mungesë të ligjeruesve që mund ta kemi, atëherë transmetojmë përpas here diçka nga YouTube që konsiderojmë se është i vlefshëm për ta ridëgjuar, ose her pas here jemi ndoshta ndonjëherë edhe me trajtime ose bashkëbisedime me tema të ndryshme, siç ishte të shtunën e kaluar. Deri në takimin ton tjetër, nga unë Avni Lugici, nga mbar stafi i radios Dituria Islame, i përshëndesim me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Asalamu alaikum dhe një natë të mirë për të gjithëve. Miro të qofshim, gjitha të mirat.